Mishi skuqur në tigan tani. Mirë, unë dhe bëra në tenxhere se nuk dua në tigan që të hidhen pika ndeje këteja në kuzhinë, po ndaja edhe po e përgatit në tenxhere. Tani si e përgatit? Në fillim skuq pak mishin që t'i ikin dhe gjitha ato ujrat që mund të ketë, edhe pastaj ajo t'i hedh vaj që të skuqet një çikë. Pastaj kripe dhe specë. Edhe në fund të ujë do ta lë që të valojë me flak të avashtë derisa të zihet mirë. Pastaj do t'i hedh uthull. Uthullin mund t'ia hidhni edhe në fillim fare. Unë ja hodha më vonë, nuk ka problem. Edhe i hodha edhe verë. Tani nga këto erzat, piper të kuq, piper të zi, tarmeri, krigon edhe kripë. Edhe në fund fare një çik mustardha, kur t'jetë pothuajse gati, se nuk dua që ta valoj bashkë me mustardha. Si shikoni, unë nuk më pëlqen me lëngë fare, edhe ndaj e nxorra të thatë. Mund ta lini me një çik vaj, me një çik lëngë akoma më shumë. Mua më pëlqen kështu t'jetë i thatë, që të mundem ta marr me bukë. Edhe ta shijoj, mos e pyesni, është me bukë të thekure, si që shikoni, pa, mos e pyesni. Shumë e mirë doli. Provojeni edhe më thoni rezultatet tuaja. Ciao, ciao!